Unë me këtë fuqinë me të vllahët jam të mbështet vllahët tanë është kjo normale dhe Lidhja Demokratike të Kosovës presim që ai të jetë deputet i kuvendit, deputet i zëshëm i së djathtës. Se të majtë gjithë gjithmonë janë më popullist, më shumë rran bojnë djathtë nuk din vërejt vazhdirë. Qeverisja Albin Kurtit është e dëmshme, është shumë e keqe edhe besoj që është koha e fundit që ai njëri të shkojë në shtëpi. Për këto 5 vite Albin Kurti nuk ka bërë asgjë. Presim nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ta merë pushtetin në dorë dhe t'i tregoj Kosovës se na jemi këto për juve deri në fund. Unë me këtë fuqinë me të vllahët jam të mbështet vllahët tanë është kjo normale dhe Lidhja Demokratike të Kosovës presim që ai të jetë deputet i kuvendit, deputet i zëshëm i së djathtës në Republikën e Kosovës, sepse për qenë i djathtë është pak vështirë, se të majtë gjithë gjithmonë janë më popullist, më shumë rran bojnë djathtë nuk din vërejt vazhdirë. Po si do që tjetë shpresojmë që të jemi një prej partive që do të determinojmë udhëheqjen e qeverisë Republikës Kosovës. Sonte kom ardhën me përfasu familjen tëmë për Batovci, që prej ditës fillimit e deri në fund jemi me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe do të vdesim në këtë parti. E për ata kom ardhën që të përshëndes kryeministin në ardhje Lumir Abdigjikun edhe gjithë deputetët që janë në listë për kandidim. Çka pritni prej këtyre zgjedhjeve? Prej këtyre zgjedhjeve presim që Lidhja Demokratike të dalë fituese dhe të rregullohen një herë për gjithmonë çështjet e qytetarëve të Kosovës. Qeverisja e Albin Kurtit nuk është qeverisje, ajo është vetëm një qeverisje e korruptuar deri në fund. Deri në fund ju përmendit, ju them që në organizatën time ku punoj kur në jetën time nuk ka qenë organizata në krizë më të madhe se në qeverisjen e Albin Kurtit. Përshëndetje. Përshëndetje. Ç'është ndjeni që jeni tu kandiduar si kandidate për deputete? Është një ndjenjë e veçantë. Për mua është hera e parë që kandidoj në këtë sfidë kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës. Me qenë se është hera e parë, për mua është diçka e jashtëzakonshme, është sfiduese dhe po shpresoj të kemi edhe sukses me datën 28 dhjetor. Sonte këtu prasi që e pat është mbajtur bim elektoral dhe jam e kënaqur. Pres nga qytetarët të mbështesin në radhë të parë Lidhjen Demokratike dhe në radhë të dytë të mbështesin edhe kandidaturën time, pra unë jam Ajdinda Shaqiri me numër 78. Do të jem një zë i fuqishëm në Kuvendin e Kosovës për të drejtat, të vërtetat, transparencën dhe mbi të gjithat një zë i fuqishëm për luginën e Preshevës. Unë jam marrë me aktivitetet e çështjes kombëtare dhe jam magjistri i shkencave filologjike, jam edhe shkrimtare, fusha e kulturës, po mbi të gjitha më preokupan çështja e të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Dhe kjo është kauza ime dhe misioni im të cilin uroj ta çoj deri në fund. Sot kemi ardhur në tubimin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, këtu në Fushë Kosovë, deka në Fushë Kosovë. Ne presim shumë nga këto zgjedhje, presim që gjithë qytetarët e Fushë Kosovës dhe të Republikës Kosovës ta votojnë kryeministrin e arshëm të Republikës së Kosovës, Lumir Abdigjikun. Mirë po presim që të votohen edhe kandidatë tanë që janë Besnik Osmani, kryetari i degës Lidhjes Demokratike për Fushë Kosovë dhe Majlinda Shahini. Për këto 5 vite, Albin Kurti nuk ka bërë asgjë. Presim nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ta merë pushtetin në dorë dhe t'i tregoj Kosovës se na jemi këto për juve deri në fund. Kemi ardhur me program Lidhjen Demokratike të Kosovës në tubimin në Fushë Kosovë. Gjithsesi presim fitoret e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe kryetarit tonë Lumir Abdigjiku. Ka shumë punë në Kosovë. Tu nis prej punëve domthonë në vend, po ashtu edhe me i ndreq raportet me aleatet tonë ndërkombëtare që tashmë po shihet që vetë se janë në nivelin më të lartëmshëm. Qeverisja Albin Kurtit është e dëmshme, është shumë e keqe edhe besoj që është koha e fundit që ai njëri të shkojë në shtëpi.